Përshëndetje, mirë se vini në këtë konferencë me gazetarët. Bashkë me ne është edhe gazetari Armand Maho, i cili ka përgatitur një raport në lidhje me përvetësimin e tokave në gjyrin e Gjipes dhe në Vuno, që kanë lidhje direkt me familjen e kryeministrit, po më parë ja kalojmë fjalën kryetarit Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishës. Rikthehemi sot tek një nga plaçkitjet më të mëdha dhe që pati pasoja ndër më seriozet kombëtare dhe ndërkombëtare, plaçkitja që Edi Rama me emrin e mamas së tij dhe vllaut të tij në bashkëpunim me kushëritë e tij i kanë bërë shtetit dhe kishës ortodokse shqiptare duke i grabitur 224.000 metër katror tokë nga më të çmuarat. Historiku i Edi Rams, një hajdut një hajn i papërmbajtur gjithë jetën e tij, është shtrihet edhe në shumë dekada, periudha që ai akoma s'kishte lindur fare. Por djeni Gjinsi nga nëna i Edi Rams, siç e dini, është nga fshati Vunoj. Dhe aty ka qenë një gjins i varfër. Sipas dokumentave, stërgjyshi i tij, Thomaj, ka patur si gjë të gjallë 3-4 dhidhe dhe 1 apo 2 derra. Një personalitet i tyre, i shkolluar, që ishte Spiro Koleka, antar i byros politike dhe ministër i disa qeverive të Enver Hoxhës, në kujtimet e tij të publikuar nga EBI-ja, rrëzon në mënyrë përfundimtare çdo disponim pronësie nga Gjinsi, Koleka, krahu i Thomajt e këtej. Territoret ku pretendohet janë mirëfilltas territore publike ose territore të kishës. Ky është vërsulur si një hajn i papërmbajtur pronave të kishës. Në dosjen e tij ka falsifikime të paimagjinueshme. Ka shqyrtime dhe vendime jashtë çdo afati ligjor dhe antiligjore. Ka ndryshime datash që vetëm falsifikatorë që i kanë bërë e din. Vendime gjykatash që janë të vitit 2003 dhe paraqiten si të vitit 2013. Nuk mund ta marrë kush vesh çfarë qëndron aty, sepse dosja është e kyçur në sirtarin personal të Sokol Sadushit dhe nuk del. E mban aty. Cili është roli i Ardit Bidos
është jashtëzakonisht suspekt. Nuk ekziston asnjë dokument, absolutisht asnjë dokument që të kadastral, që të faktoj se kjo tokë i përkiste Thoma Koleks, Petro Koleks, stërgjyshit dhe gjyshit direkt e Edi Ramës. Asnjë. Ka një dëshmi të periudhës që aty luftoi, se ju duhet ta dini që vunoj ka qenë plasdarm, shesh luftime shumë të egra midis ushtrisë greke dhe ushtrisë italiane, pushtuese italiane. E çuditshme është se si në atë periudhë, pikërisht në kulmin e luftës, bidu a gjën një dëshmi pronësie, e cila nuk përbën asnjë lloj kategorie ligjore. Dhe e cila nuk tregon asgjë se çfarë thot ajo dëshmi. Një gjë është e sigurt se ajo dëshmi kur nuk mund të provoj pronën e askujt, aq më tepër që është në kohën e një lufte të egër ku dëshmit përdorshin si masqefit. Njeriu më i shkollur i tyre që Edi Rama e quajnë në kartolinat e vitit të ri Baba Pilua, në memorjet e tij të publikuar nga vajza, dëshmon se ajo ishte një familje varfër. E kuptoni ju? Një familje varfër me 24 hektar tokë nuk ekziston kund në botë. Të kesh 24 hektar tokë në breg ku i gjelbron me ulli, me konkuat, me limon, me portokaj, si ato, ishe zingjin dhe kalur zingjinit. Pa ato nuk kishin tokë. Ndaj dhe Pilua dëshmon se nuk kemi tokë. Nuk ka asnjë dokument që reforma agrare e cila prekte çdo të pronë mbi 5 hektar të ketë bërë ndërhyrjen më të vogël për të marrë një copë tokë nga familja Koleka, gjinsi i Edi Ramës, krau i Edi Ramës. Pra, investigimet që ka bërë gazetari investigativ zoti Armand Maho ndriçojnë në mënyrë të plotë dhe përfundimtare gjithë falsitetin dhe mekanizmat që u përdoren për të plaçkitur një pronë publike apo të kishës, e cila nuk është kurrë e vërtet që thotë se shtrihet atje lart male, e keni parasysh ato lara thot atje sipër, po shtrihet ndër manastirin e Skutarisë, një nga tokat më të bukura aty, dhe shtrihet në njërin nga 20 kanjonet më magjepse të planetit, që është kanjoni i Gjipes, i vlerësuar nga studiosit ndërkombëtar për vlerat e tij. Unë e përgëzoj edhe falenderoj shumë zotin Maho për këtë investigim që ka bërë, natyrisht siç e dini vetë ju, mburoja e tij është skapi i partisë dhe sa dushi i partisë, që nuk nxjerr dosjen për të pa të gjithë dhënëmtarinë dhe falsifikimet që ka bërë familja e afërt me Ramën, bashkë me nusht, ata nusht kanë qenë dhe më të varfër se këta,
E keni parasysh ju ato varfrinë e tyre? Ndërkohë, në tokat e grabitura, në tokat e plaçkitura aty, pa leje fare janë ndërtuar fshatra turistik nga Vilma Nushi, e cila është shtithuash. Ma mirë, ta lama që është të jap fjalën tani gazetarit për investigimet dhe ju lutem, unë e kuptoj që mediat e mëdha do ta censurojnë, sepse po më censurojnë çdo ditë programin. Ne flasim këtu para jush për programin, 4 mediat e mëdha në garë se si të censurojnë më shumë. Dhe japin gjithë ditën zhapit, hardhucët, ato thithlopat, bretkocat që përdor ai nga mjezindar. Urdhoni. Faleminderit doktor. Besoj e mbani mend pak a shumë që në 5 gusht të këtij viti zoti Rama doli me një status gjatë ku fliste për tualetet mediatike shqiptaro-greke, etj, domethënë qarqet ekstremiste greke për çështjen e pronave të vunojit. Por tash marrim disa gjëra, domethënë që për mendimin tim ose shkelur ligji me dashje, dhe institucionet nuk kanë funksionuar, ose gjithë institucionet e qarkut të Dorës kanë vepruar pak a shumë si një organizat kriminale. Dhe Edi Rama është i përfshirë direkt në mbrojtjen e kësaj. Në 5 gusht, pikërisht ke ky status, me titull Historia e një prone të parë nga 2 botë ndryshme, unë se di çfarë bote e shef Edi Rama, po paktën siç e shohin dokumentat, thotë që Edrin Kolega thotë paraqet kërkesë në Agjencinë e Trajtimit të Pronave në datë 6/5/2016. Në qoftë se do ishte kjo, do ishte Edrin Kolega do ishte krejt brenda ligjit. Në paraqitjen e kërkesës tip. Sepse në 27 për trajtimin e kërkesave thot shprehimisht. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, subjekteve të interesuara u caktohet një afat prekluziv, për atë pa ndryshueshëm, prej 90 ditësh për aplikimin në lidhje me njohjen e pronësisë. Ky afat nuk mund të zgjatet dhe as të rivendoset në afat nga gjykata apo ndonjë organ tjetër administrativ. Duke pasur parasysh 90 ditë që i ligjit skadonte në 24 maj të vitit 2016, në qoftë se do ishte data e thënë nga Edi Rama, 6 maj 2016, atëherë do ishte brenda ligjit. Por, çfarë thot vendimi i zbardhur i gjykatës? Dhe pikërisht në një pjesë saj. Jo, më falni. Pranimi i dokumentit. Po. Pa ditë si thot Edrin Kolega, në datë 1/3/2017, ka paraqitur kërkesë për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës tokë kullot dhe pyll me sipërfaqe prej 22/4 hektar të ndodhur në fshatin Vuno, bashkia Himar Vlorë. Pronë, të cilën e ka trashëguar nga gjyshi. Pra, nga data 24 maj 2016 deri me datë 1 mars 2017 janë mos gaboj 9 muaj. Dosja është dorëzuar me 9 muaj vonesë, që ka afat prekluziv. Dhe kur ke pra afat prekluziv, madje ka dalë Sonila Qato në datë 17 maj të 2016, ka deklaruar që dorëzoni dosjet brenda datës 24, ora 16:30, dhe me orar, për ndryshe digjen e përfundimisht. Edi Rama ka arritur ta fusë këtë dosje në proces 9 muaj me vonesë. S'ka ligj për te. Jo, është afat prekluziv. Pra, një qytetar i thjesht do mund ta fusë këtë dosje 9 muaj me vonesë? Pra, nuk po themi që e futi i ditë. Pa edhe i ditë ajo nuk ta lejon, se është taksative. Është prekluzive. Pra, sepse ligji thotë, ky afat nuk mund zgjatet ose të rivendoset, domethënë as nga ndonjë gjykat ose institucion tjetër administrativ.
Pra gjykata nuk ka drejtë, domethënë ta gjykojë këtë lloj neni. Neni 133 i ligjit ligji 133 i vitit 2015. Përgjësia në rreth parë i bija ATP-s domethënë që ka futur i dosjen proces. I dosjet skaduar. Pra, se Edi Rama thotë që ATP-ja thotë ky institucion që i vendosur me firmën time. E rrëzoj. Në fakt, ATP-ja nuk duhet ta kishte marrë fare shurt. Kjo dosje duhet ishte djegur. ATP-ja ka futur në proces një dosje jashtë afateve ligjore. Kjo është shkelje ligji. Më tej këtë dosje ka marrë dhe gjykata dhe nuk e ka evidentuar as avokati i popullit, as ZVRPP-ja që ishin palë në procesin gjyqësor. Janë marrë domethënë i takon apo si takon. Si gjithë çështjet e tjera. Pra një dosje 9 muaj me vonesë. Provoni, çoni jashtë afatit, jo 9 muaj, po 9 orë me vonesë i dosjet caktuar. Kur ka afat, sidomos kur ka afat prekluziv, s'ka institucion që ta pranon. Pra gjykata, qoftë ATP-ja, qoftë gjykata, nuk duhet ta merrnin fare në shqyrtim të dosje. E para ATP-ja, e dytë gjykata. Pse? Ka tejkaluar çdo afat. Por ajo çka e bën më skandaloze këtë histori është fakti se dokumentat ligjor jo vetëm janë dërguar jashtë çdo afati, por kanë dhe mangësi të seksuar. Për shembull, marrim pikën 4 të zbardhjes vendimit gjykatës. Thotë që kërkesa e paraqitur nga paditësi ka qenë konform ligjit, e shoqëruar me dokumentacionin e dur ligjor të kërkesës, i ka bashkangjitur në të gjithë dokumentet sipas të VKM, një vendim thot të datës 12, vendimi numër 779, datë 12/5/2013 të gjykatës së shkallës parë Vlorë. Shumë bukur. Pra, dokumenti, pra vendimi i gjykatës që ka marrë në datë domethënë në vitin 2013. Por ç'thot pika 35 e ligjit e zbardhjes vendimit gjykatës. Sepse Edi Rama nuk ka dorëzuar të njëjtat dokumenta, siç ka dorëzuar në ATP, në gjykatë. Ose ka një kolega, më fal. Se na ka kërcënuar dhe me gjyq. Në gjykatë është dorëzuar vendimi i gjykatës rrethit gjyqësor Vlorë 779 datë 12/5/2003. Pra, është i njëjti. Këtu kemi 779 datë 12/5/2013 dhe në gjykatë është dorëzuar i njëjti vendim 779 datë 12/5/2013. Por supozojmë për një moment se kjo është lapsus. Kemi edhe dokumentat e tjera. Është vërtetim Bashkia i marrë datë 10/4/2013. 10/4/2013, fiksoni pak këtu. Kemi në pikën 37 thuhet vërtetim Bashkia i marrë datë 10/4/2003, që është dorëzuar në gjykatë. Pra, e njëjta datë, i njëjti muaj, thjesht ndryshon viti. Kemi vërtetim nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor Vlorë. Datë 22/4/2013. Vërtetim i dorëzuar në gjykatë, to janë dorëzuar në ATP këto 2013-ëse. Vërtetim Drejtoria e Shërbimit Pyjor Vlorë datë 22/4/2003. Pasërisht e njëjta datë, i njëjti muaj, thjesht ndryshon viti. Nga 2003 është bërë 2013.
vendimi bashkëhimar numër 11, kjo është me numër protokolli, vendim bashkisë himar numër 11 datë 31/1/2013. Unë gjykat thot vendim bashkia himar numër 11 datë 31/1/2003. Të gjitha këto vendimet bashkisë himar janë marrë ku ka qenë Viktor Mato. 2013 ka qenë Jorgo Gore. Po më e bukur është kjo. Kthim përgjigje thotë Këshilli i Qarkut Vlorë. Këtu kemi një datë 24/4/2014. Ndryshim nga tjera, domethënë që ishte thoni një shparë, këtu janë ndruar të dyja shifrat. Kthim përgjigje thotë datë 24/4/2003 i Këshillit të Qarkut Vlorë që është dorëzuar në gjykat. Pra këtu është 24/4/2014. Pse është ndryshuar kjo do thonë? Sepse deri në 2014 kryetari i Këshillit të Qarkut ka qenë ndjeri Anesti Dimojargi, i cili, si me sa duket, s'ka pranuar të firmos një dokument falsifikuar. Dhe kjo është bërë nga 2003 në 2014. Pra, e njëjta ditë, e njëjta datë, po s'është në 2003 ose 2013, është 2014. Pra, si duket tu do kënë hasë në i rezistencë për mosmarrjen e këtyre dokumentave. Dhe këtu prap ndit përgjegjësia e ATP-s. Sepse në aplikim thuhet domethënë që ata që paraqesin dhëna të rreme duhet përballen me ndjekje penale në aplikimin që ka dorëzuar në ATP. Kjo që nuk ka ndodhur, sepse çdo institucion që konstaton në shkelje ligji është i detyruar të raportojë atë në organet përkatëse. Këtu kemi dy, sidomos kjo, edhe ky vendim i gjykatës, unë se kuptoj këtë. Falsifikosh dhe vendimin e gjykatës për shkruar në ATP. Kjo është super skandaloz. Ndoshta këta kanë qenë në 2017, atëherë kur ishin në kulmin e tyre dhe s'kan pyetur as për ligj as për gjë. Tjetër. Kemi pastaj më tej, domethënë janë dërguar dhe ekspertët, është përcaktuar vendi ku i ka pronat e Tirana, që kanë dalë në raportin që janë këtu apo atje, domethënë dhe vendimi i gjykatës është i detyrueshëm për tu zbatuar. Por këtu një rol disi dyshim luan dhe arkiva e shtetit. Kemi një sekond. Tashi, për të bërë parantezë, Spiro Kolega, një nga përfituesit kryesor, ka vdekur në 2001. Procesi gjyqësor është hapur në 2003. Ndërkohë, do për ndihmoni, procesi krimit dhe komplesimit prona duhet se ka filluar në 93 në be. Po. Dhe ai nuk e ka pretenduar kur. Do procesi hapet pas vdekjes atij. Por supozojmë se ndoshta ka pas një se nuk i takonte. Këtu ka domethënë të gjitha dokumentat që janë marrë në arkiv, e para domethënë nuk janë marrë në momentin që janë dorëzuar në ATP. As në 2003, as në 2013. Por janë drejtuar arkivës në vitin 2018. Pra, gati pikërisht ditën domethënë që ka shku në gjykat apelit. Afër mendsh gjithë secili pyet për i vendim domethënë që e ke marrë në 2003 ti, pse duhet presësh 15 vjet me gjatë dokumentat arkivore. Pra mas 15 vjetësh që janë drejtuar arkivës. Dhe thot, për shembull këtu është, për shembull mua dy nga këto më legjër, dëshmi pronësimi e vitit 41 dhe dy tjera domethënë të vitit 45.
dy dokumente tjera të vitit 45, pasi nuk sqarohet domethënë se çfarë dokumentash janë. Nga i cili thot rezulton se Spiro dhe Petra Kolega ka qenë bashkëpunar të një pasurie për 22.4 hektar, pyll dhe kullot të ndodhur në fshatin Minov, Vlorë, pasuri kjo është plotësuar nga shteti. Okej. Por me që jemi ke arkivi, domethënë të faktet historike. Kjo dëshmia pronësisë, unë di domethënë që nuk ka pas ndonjëherë dëshmi pronësie. Kam dikur u quheshin tapi, u quheshin vërtetim zotnimi, dëshmi pronësie, kam dëgjuar dëshmi penaliteti, dëshmi trashëgimie, po jo dëshmi pronësie. Nga ana tjetër, bie në sy fakti që gjithë dokumentat janë mas vitit 34. Dhe, si që tha dhe doktorit, në vitin 41, pikrisht, aty ku ka marrë tokën e Tiranës, 13.8 hektar, në zonën e Skutarajt, zhvillohej lufta më e ashpër italo-greke. Pra zona e Skutarajt, është kjo zona këtu, sipas hartave të vjetra. Është edhe në këngët e Deradës. Dhe Rama thot se i ka toka diku këtu. Diku këtu. Pra, kjo është hartë e vitit, duhet jetë vit me kohës Italisë. Pra, diku këtu. Brenda rrethit të manastirit. Por, jo vetëm kaq. Problemi me këto dokumenta është sepse në vitin 41 ka pasur një shpërngulje masive njerëzve nga vunoj. Për shkak të luftës. Kush? Domethënë edhe vëllezërit kolega na pasan shkuar domethënë për të marrë dëshmi pronësie. Mes asaj Sallamahie. Ka ata ishu shpërngulën, shkuan sa në Shkodër, sa në Vlorë. Me që zotëria që i ka lëshuar këto është dhe historian, ndoshta e sqaron më mirë. Vetë Spiro Kolega, pastaj në kujtimet e tij, shpërngulja e popullsisë së fshatit Vunon nga ushtria italiane në janar 41-shit, shpëtimi i saj nga internimi. Ja. Thot që Spiro dhe Petra Kolega nuk kanë qenë në Vunon të paktën që nga viti 1924. Nuk kanë hyrë nga Vunoja. Të gjithë. Jati i tyre, si shepahon dhe vetë ky, kur thot s'kam për të harruar kur thot fytyrën e shtrenjtë të mësime, që me gjithë se analfabete, kur kisha mbushur 6 vjeç, në shtator të vitit 1914, më shoqëroi vetë në shkollë dhe më dorëzoi tek mësuesi. Çdo dashuri që kishte ajo për mua jetimin patat. Jetimi patat në 1914. Pra do të thotë që thoma kolega ka vdekur para 1914-s. Ndërkohë që dokumentat datojnë gjitha mas 34-s. Do të thonë këtë e thot Spiro Kolega, nuk e thon unë. Ndërkohë, kemi edhe këtë tjetër. Pak gjëra thot, mbaj mend nga mama, pasi ajo më lanë në moshën 9 vjeçar. Mas 3 vjetësh ka vdekur dhe ama, Spiro Kolega ka qenë 9 vjeç, rreth 2017-s. Po. Memorit e Spiro Kolega se shkatrojnë. Por ajo thot, krahas punës për të mësuar në shkollë, më mësoi si të ndizja zjarmin, si të allin, si të laja enës, si të nxjerrja ujë nga pusi, të shkoja me manaret, ato 4-5 dënë që mbanin në shtëpi. Po më falë, për 4-5 dëni, kishte këtë 224.000 metra katror në Vuno? Ato 4-5 dëni, thotë Spiro, kishin. Si që i këti pronari 22.4 hektar tokëve për 4 dënë? Mëma thot pastaj më nguli dhe dashurin për punën fizike që bëhem më shumë qëllë, natyrisht, edhe më shumë se mjaft më fshatarët e mi, që ishin në gjendje të mirë, thot, se ne ishim të varfër. Mëma me motrën punonin gjithë ditën ato pak rënjollinje ndonjë fik, që kishin të shpërndar në disa vende, që nga Varimanda në Skaran.
Kur isha në 6 vjeç etj etj, pastaj varfëria thotë u bë nxitje për mua që të luftoj për një botë të varfër pa mjerim. A thot Spiro këtu, jo neve. Pra, një pronar 22.4 hektarësh, del në luftë kundër varfërisë. 200.000 rënjë ulli mund të kishte në 24 hektarë. 200.000. Po, absolutisht. Bëni llogarit. Nga fshati pastaj u largova muajt e parë të vitit 1924, ku isha 15-16 vjeç, shkova në Vlorë, ku i vëllai ishte ngulur me familje. Dhe që atëherë domethënë nuk është parë më as Spiro as Petro, se to maj me të shoqën ishim vdekur. Një tjetër dëshmi vjen edhe nga një kronikan i vunojt, sepse në mungesë të tjerave, domethënë do i referohemi, sepse dhe gjykata vetë thotë, për faktet njohura botërisht, ne thotë, japi vendimin, domethënë s'ka nevojë as për dokumenta zyrtare. Dhe thotë diku aty se referohet kodit procedurës penale, të civile, më falë. Thotë kështu, që herët flet për Skutarajin. Në është një kronikan i zonës, që në është edhe se është ndarë nga jeta, dhe unë s'po dua t'ja përmend emrin. Që herë, thot, kur kjo krahin u përkiste të ardhmën nga veriu, Dimitros Kustan dhe Evstration Savan, prej tyre, dhe më ishin dy priftrin që morën zonën e Skutarajit, u sistemuan në vendin e quajtur Skutara. Sepse që fitim prurës për kopet e tij, pra ishte kullot. Pastaj, zona që zotron dhe Papa Sava, thot, u emërtua Vish. Do se është pjesa, Skutaraj është pjesa e Vishës. Quhet që është dhe qafa e Vishës. Pra fillon qatje dhe më deri poshtë. Që do të thot vinë ndarë se ndoshta arridh nga fjala shqipe viz. Në atë vend besohet se qëndroi edhe Shën Kozmaj nga Etolia, ku duke ditur kontradiktat midis feve, takoi dhe kryefamiljarët e tyre që u kërkoi të shpërnguleshin, sepse ajo zonë, thot, me akt të patriarkut, i takonte manastirit të Skutarajit. Kaq. Pra, thot, pastaj, që nga ajo kohë, ajo zonë i takon manastirit të zonjës bekuar, dhe mbas shkatrimit të tij, mbeti në kujdesarinë e fshatit Vuna. Kjo. Në një paragraf tjetër, flet edhe se si trajtohej kjo tokë atëherë. Dhe flet për një dy pjesëtar të fisit Bala. Një fis i pasur i Vunajt. Pilua, thot me naqen, unë ndanë si vlezër që ishin. Pilua në gjitë në Skutara, ndërsa naqja mbeti me jalë. Pilua në këtë shpërngulje që bëri e ndihmoi dhe Kunati, që ishte epitrop, i cili i mori arqimandritit të Protit, vërtetimin për të marrë në administrimin e tij Skutaraj, që ju njohet drejta mbasi e miratoi despotin në Gjirokast, me një detyrim vjetor 6 Napoleona Flori. Ai e mbajti deri në fund të luftës së dytë botërore, sepse u doli dhe u shkatrua. Pra, deri në fund të luftës së dytë botërore, e pat nga pas mbajtur Pilo Bala. Ndërkohë ne këtu kemi dokumenta të vitit 45, që rezulton se Spiro dhe Petro Koleka kanë qenë pronarë të Skutarajit, sepse këtu e ka pjesën e të marrë, janë 13.8 hektarë tokë. Më mrapa është i bëhet fjalë për pjesën e hotelit që tregon dhe vetë në hartën, ku na nxirrte domethënë që e ka majs kërkave. Në qoftë se ka majs kërkave, atëherë është toka e manastirit Skutarajit. Edhe poshtë. Pra, edhe kjo, edhe pastaj këtu është ajo, ka dhe diçka për Gjipen, doktor. Ka tjetër. Pasuria, thot, në vendin e quajtur Ara e Kolegëve, kjo është
raporti i ekspertëve që janë çuar domethënë për të verifikuar pronat nga gjykata. Pasuria, thot, në vendin e quajtur Ara kolegëve, e zotit Petro dhe Spiro kolega, e një sipërfaqe prej 2.3 hektarësh, ndodhet në pjesën veriore të fshatit Vonë me këto kufizime: Veriu Pelzhuba, Jugu Proj, Lindje, Perëndim Prua. Pra, kufizohet nga Proj. Brenda kufizimeve së Proj, por duke pasur parasysh, e para herë unë kam takuar banor të punojit, dhe asnjëri nuk e dinte ku ishte Ara kolegëve. Edhe për një arsye krejt thjesht. Vunoj nuk ka arë. Që të marrë për kufizimin tokë ka arë, edhe nga raporti KLSH-s, që duhet jetë bërë nga 2021, domethënë hektar ose dynym tokë ka arë ishin 0. Edhe që të marrësh toponimin arë, dihet domethënë që duhet të ketë sa parametra toka. Pra si edhe ajo etj. I vetmi tokar që mund të quhet në vuno është pikërisht projekti 5. Për arsye të prurjeve që bën proj. Prandaj është bërë kanon. Dhe është ka pjesa këtu. Ne kam bërë mi matje thjesht në Agis, edhe më figuron fiks 2.3 hektar, një pronë ndarë në 2 parcela. Këto janë hartat e kadastrës. Pra, në vendin e quajtur Projekti 5, e vetmja vend, domethënë, ku është 2.3 hektar ar, tok ar, që mund të konsiderohet ar, para sa mund të konsiderohet, është vetëm Projekti 5, ku Ujini Mas ka bërë këtë projekt. Ujini Mas, ja dini që është arkitekti i zotit Rama, madje në vitin 2018 ka çuar dhe arkitektët e tij, janë arkitektët e zotit Mas, për të parë, dhe pikërisht kjo zona këtu që është mbuluar me shkurrë, është e vetmja zonë që mund të konsiderohet si tok ar. Kemi, pra, ky është dhe projekti i zotit Mas për vunojnë, ky vizioni i tij, domethënë se si mund ta bëj domethënë. Jo, është hotel. Kjo është hoteli që... Hotel, domethënë si për kanionit. Domethënë, prandaj to i ka prezantuar vetë zoti Mas. Është në 2018 në një seminar në Londër. Kemi edhe, për ta mbëllur, kemi edhe çështjen e Mjegulloshit, fshatit Mjegullosh. Edi Rama tregoi këtë hartë. Para me shigjet tregon ku është vathi i kolegave. Ndërsa këtu, domethënë, me mjeshtri ka fshehur, domethënë, një fshat turistik që po ndërton një manush. Shifën. Ky vila, hoteli anë restorant, është publikimi i atij. Pra na jep domethënë që vathi kolegave na qenë nga majnë malit e tjerë. Por le të referojmë edhe herë vendimit gjykatës ose hartës së ekspertëve. Harta e ekspertëve thotë domethënë që vendi në Mjegullosh është në veri të fshatit Vuno. Zonë e pa menaxhuar, zëri kadastral është kullot, është e pa menaxhuar. Dhe po i shkojmë sërish ke hartat e kadastrës. Ja. Pikërisht të vend këtu, 4.8 hektar, ky është veriu i fshatit Vuno. Jo aty ku e tregon Rama, Rama tregon këtu. Pra këtu është në jug të fshatit Vuno. Kush ka qenë Vuno, domethënë e di shumë mirë, domethënë që ndaljet të këtij është ky bar restorant Marko, në daljet të fshatit.
Dhe është gati në një vit drejt, pra që i bie jugu i punojnë. Veriu është ka tjetër. Veriu është këtu. Kjo është harta e AKPT-s e vitit 2019, ku na tregon që këtu është një zonë pa menaxhuar. Pra, ne s'po ludojmë asgjë, domethënë. Thjesht po themi domethënë që ku ndodhet veriu në malin Mjegullosh. Ja, më falni një sekondë. Pra, këto janë hartat që ish drejtori i ASHK-s Artan Lama nga zbuluar në 4 mars gjatë një interviste të 2023. 7 ditë më vonë, Rama e shkarkoi zotin Lama. Kanë qenë këto arsye apo jo? Pra atë duhet të flasë zoti Lama në stimgje tjetër. Pra, pjesa veriore e fshatit Mjegullosh është këtu. Dhe pikërisht këtu, domethënë, ku po ndërtohet sot një fshat turistik. A është e Diramës apo jo? Banorët thanë që këtë e ka ndërtuar Vilma Nushi. Deri tani janë 9 objekte të këtij fshati turistik që është ndërtuar, duhet ta theksojmë këtë. Ja, fali se kam. Ja, është këtu fshat. Është këtu pjesa veriore e fshatit punon. Pikërisht ku janë dhe vilat e zonjës Nushi. Kadastra, sipas zotit Lame, pjesa rrethuar me të kuqe, ka përfunduar regjistrimin. Si shta në 2023, që nuk e di që është bërë. Në thonë që do të thotë që edhe këto vile janë regjistruar. Edhe, por problemi është që ky fshat turistik këtu, këto janë vilat, ja, ndërtuar. Disa për ty edhe janë shitur, pas informacioneve tona. Ky fshat turistik është në zonë pa menaxhuar urbane. Është? Ja ku është. Kjo është harta e AKPT-s. Është natyrë, natyrore. Pra, nuk ka këtë pjesën që është këtu, domethënë urbane, siç është kjo poshtë. Kjo është pjesë menaxhuare urbane. Kjo është pjesë natyrore. Ka qenë nga 2019 atë faktën që aty ndërtohet vazhdimisht dhe asnjë s'ka shkuar ti thotë, domethënë. Jo po është Rama me Vilmen. Është Rama me Vilmen. Tash është, nuk e di ku të është këto, domethënë. Po policia deri tani domethënë askush se ka ndaluar. Pikërisht për këtë them. Ndërkohë që fshati turistik, ndërkohë që ky gjithë vunojnë, e ka shpallur monument kulture. Pa u dhënë dhe tapit, ata nuk guxojnë të vënë një tull atje. Siç do të thoshte i plak një 90 vjeç. Që nuk e dinte as ku ishte ara ekologëve, as ku ishte një vend tjetër, bishti i vishës së vogël. S'kishte dëgjuar kurrë. Pa, janë toponime që shilët me pak me historinë, me që ishim ke historia, këtu është foto e zotit Spiro Kolega dhe Gogo Nushit. Deri tani, domethënë, vetëm këta janë trajtuar me kaq sipërfaqe të mëdha toke. Mbuno. Pra, këta pasan qenë belierë të vënorit. As ka snecët, as andonët, as ndrenikët, as agnostët që janë themeluesit e fshatit. Nuk e kanë pas të sipërfaqe. Por tjerët pastaj, ja, këtu është dhe manastiri Skutarajt, për cilin folim që parë, që e ka lënë dhe tronuar dhe nuk e ka shpallur monument kulture. Jo, gjithse është nga manastirët më të vjetër të Vënorit. Do thënë, e ka lënë në degradim e sipër. Pastaj, kjo ishte pak a shumë domethënë, edhe për sa i përket nushve, me që doktori foli dhe çfarë. Ky është një libër që Enver Hoxha e ka nxjerrë vitin 83 mos gaboj. Që fliste domethënë për vëllezërit Kozma dhe Gogo Nushi. Ata domethënë nga varfëria ekstreme na pas kanë lënë vunojnë, që në ardhur në Tiranë jetonin duke drejtoria policisë, aty ka qenë periferi, anës lanës,
Kishin ngritur dhe i barrake, dhe tërë ditë punonin si hamej. Ndërkohë tash dalin dhe pronarë të mëdhenj në vëna. Është se kjo është kjo histori, pastaj ta sjarin zotët që janë më në brendësi kësaj pune. Paka shumë kjo ishte dhënë. Ka dhe tjera, domethënë janë ndërtësore. Tani duhet ta falënderoj Zotin Maho për investigimin të thelluar të kryeaferës së vjedhjes së tokave publike dhe të kish direkt nga Edi Rama dhe familjarët e tij. Direkt. Zoti Maho, siç e shihni, ka gjetur prova të pakundërshtueshme. Të pakundërshtueshme. Se Edi Rama ka lidhje me atë pronë aq sa mund të ketë Tazam Tërmet Peçi. Se merr në mendje emri i tij. Aq sa mund të ketë marrimi tjetër të tyre, eksponent të tyre. Asnjë lidhje nuk del këtu. Asnjë gjë nuk faktohet. Faktohet një vjedhje të mërshme mirëfillt. E toks nga njeriu që thot se s'është e imja, po është e mamas. Keni gjuhë ndonjëherë ju këtë që në kod civil, edhe sikur mamaja ta shkruaj që s'është e tij, e drejta civile i njihet atij si trashëgimi. Dhe ka 6 vite që manë në sirtar sa dush i partisë, vetëm e vetëm se ajo është e mbushur me falsitete që rrëzojnë tërësisht grabitin e 224.000 tokë troje turistike. Falënderoj shumë Armandon për gjithë këtë dokumentacion ku faktohet se kush është pronari real, faktohet shumë qartë zinxhiri i falsifikimeve të datave, të dokumentave tjere me radhë, vetëm për të plaçkitur atë pronë, dhe mos harroni del qartë sepse Fredi Beleri, i cili e dinte që toka është e kishës, e toka tjetër s'kishte lidhje me kolekt, aq sa kishte lidhje thashë edhe me atë tjetrin. Pra, pse u arrestua dhe bëri 1 vit e gjysmë burg Fredi Beleri, vetëm për të plaçkitur atë tokë. Pyetje tani, dhe ju lutem edhe këto dokumenta të gjitha do t'ja u dërgoj mediave që t'i kenë në përdorim, megjithse censura ndaj tyre do t'jetë e fortë shumë. Zoti Berisha, kam një pyetje. Përveç medias, këto dokumente që janë publikuar ditën e sotme do dërgohen në SPAK për të bërë një kallëzim nga ana e Partisë Demokratike? Faleminderit. Nuk kam një përgjigje për momentin, mbasi siç e shef ti, çdo çështje që ka të bëjë me Edi Ramën nga skapi i partisë hidhet në kosh. Po jap dy gjëra të fundit, që janë të pabesueshme. Dosje 184, dosje mirëfilltas e Dumanit, e mirëfill me ligj. Ata e transferuar në gjykatën e Tiranës, dhe gjykata e Tiranës në zbatim të ligjit i ja u rikthei, dhe e transferuar vetëm se në të dy dosjet
qoftë atë të Peshkopis, qoftë të Durrësit, del direkt Edi Rama. Del direkt në biseda Edi Rama. Tani, nuk e di e morë të vesh ju, për atë e muqon. Një nga aktet madhore, realisht, të kërcënimit të sigurisë kombëtare, ishte eksporti i të dhënave të sistemit TIMS në drejtime absolutisht armiqësore. Se unë armiq quj banditët, vrasit, kriminelët, për një shoqëri atë në armiq që e kërcënojnë. Imagjinoni në shkeljen më të rëndë, që është vërtetuar në 32 vjetë të sigurisë kombëtare, skapi e merr dhe e delegon në gjykatën e Tiranës. Pse thoni ju? Për shkakun e vetëm se ai operacion është kryer me urdhër të Edi Ramës dhe Taulant Ballës. Fare e njohur kjo. Ky personi është një kamikazi Edi Ramës. Se ky ka kryer një operacion të tmerrshëm, të pajmë, të dhënat më të fshehta që mund të kemi ne. Dhe policia, për sigurinë. Dhe ky person dërgohet tek gjykata e Tiranës vetëm se po të marrë në SPAK do thirrej Taulant Balla, se ka qenë ministër. Taulant Balla sa mori detyrën te kreu. E keni parasysh, kishte një javë 10 ditë, do tha s'ka ndodhur gjë, tha po. Jo, tha s'ka ndodhur një gjë zakonshme, tha. Edi Rama e kishte emëruar këtë, Edi Rama shumë i lidhur me këtë. Pra, ta dërgojmë në skap në këtë, është një lloj si ta hedhim në një kosh të plerave, por në këtë do e dërgojmë në të gjitha institucionet ndërkombëtare, në të gjithë botën, të gjitha mediave, kudo. Natyrisht, nuk është vendim përfundimtar për të dërguar ose mos të dërguar, por Zoti Berisha Andon Kello nga ABC News, pyetja ime e parë është: zyrtarët amerikanë të Obdat janë rikthyer pranë prokurorisë së posaçme antikorrupsion pas pezullimit të fondeve prej 2 muajsh nga administrata e Donald Trump. A është ky një mesazh mbështetës për SPAK nga administrata Trump? Unë nuk mund të pohoj këtë. Unë mund të pohoj këtë si një përpjekje për të luftuar korrupsionin. Por unë mund të pohoj edhe një herë se një prokurori politike nuk legjitimohet kur në një vend. Dhe besoj se skapi kështu siç është, ka faktuar shqiptarëve dhe botës se është një krah i armatosur politik me i drejtësisë i Edi Ramës. Me qenë se e shtron këtë çështje, theksova dhe sot, po e theksoj dhe këtu. Vendi që ndëshkon më rënd korrupsionin sot, nga ato që lexoj unë, është Republika Popullore e Kinës. Në Kinë e kanë ligjin me dënim me vdekje. Dhe vërteta është që ekzekutohen për korrupsion. Por prokuria kineze dënon dhe ndëshkon dhe për motive politike. Dhe ata të cilët pranojnë një prokurori si krah politik, unë nuk besoj kur se presidenti Donald Trump, që po atakon me forcën më të madhe pikërisht shndrimin e drejtësisë në armë politike, mund të ose mbështet një gjë të tillë. Jo. Kur ai nuk e mbështet. E mbështetën përpara, po e provoi dhe vetë me Letician, me Albragun, me ata, e provoi vetë se që janë prokurorë politik. Ndaj dhe jo s'kam asnjë lloj shqetësimi për
për atë qëllim që e imagjinon ti. Jo, nuk mund të jetë kjo një përkrahje për prokurori politike. Po ata një gjë duhet dish. Ka shumë dosje për qeveritarët të cilat lidhen në një mënyrë ose një tjetër. Dosja me Gonigal nuk është pak, ose mërë të thjeshtë. A e dëgjove ti? Par dje presidentin fjalimin që mbajti për këto çështjen më e gjera, dosja e stilit që quaj. Ndaj dhe nuk ka si për ne është normal. Edhe një pyetje e dytë, nga sot TikTok nuk funksionon më në Shqipëri. Si doja bëni për të përdorur TikTokun? Kjo imja është në rregull, sepse unë kam shkarkuar një dhe aje përmbush funksionin. Por kjo do të hyjë në histori si një ditë e zezë e censurës, si një akt madhor censure pa asnjë ligj, pa asnjë bazë, thjesht të njëjtin vendim që mori Habibullahu i Kabulit, mori dhe Habibullahu i Tiranës. Në traditën e tij atrore, njeriu që ka patur për baba një xhelat të fjalës së lirë, ka firmosur varjen litar Tavzinels në 10 gusht të vitit 1988. Edi Rama përsëri të jetë gjë, për të jetin mendim, për të jetin arsye. Krishaq Rama nuk duronte dot vargjet e lira të tij. Edi Rama nuk duron dot kritikat e të rive në TikTok. Dhe kjo dëshmon qartë edhe një herë se çfarë raporti ka ky me vlerat bazë të demokracisë, liritë dhe drejta të njeriut. I ftoj të gjithë të rit të shkarkojnë VPN-n dhe të vazhdojmë betejën tonë kundër censurës, në radhë parë kundër censurës, nuk duhet të nënshtrohemi censurës. Ky është një akt i shëmtuar, një akt që s'mund ta bënte kurrë një njeri. Pyetje tjera? Faleminderit.